E qartë, protesta vazhdon. Një vit reagim ndaj qeverisë Aleksandar Vučić, me disa ftesa apo shtrirje dore nga Aleksandar Vučić në anë të protestuesve, asnjë reagim dhe misioni i tyre ndonse me shumë zemër, me shumë zell, por edhe me shumë pastërti, nuk po shkon në fund për ta rrëzuar qeverinë e tyre. Po shuhet ka nota të uljes së numrit të atyre që protestojnë, çfarë po ndodh? Tash në Serbi, zdi sajni të informum, kemi dy paralel po zhvillohen protesta në dy drejtime. Kemi protestat e studentave dhe popullata, gjitha kategoritë e pakënaqur që po proteston këta 11 muajt e fundit për rrëzimin e pushtetit të Vučićit, dhe kemi paralel në anën tjetër protestat kundër protestave. Do të thotë që i organizon partia në pushtet dhe qeveria aktuale, që janë edhe më masovike, për shkak se nese, për shembull, kemi protesta në 200 vende të Serbisë ku do të mbahen protesta ku është organizatore SNS, partia e presidentit serb Aleksandar Vučić. Pritet që është kjo të një marrin tentativë pjesë. Aleksandar Vučić për të bërë pak atë shkrirjen dhe për të humbur vëmendjen e asaj që ishte apo si nisi si një protest e pastër me qëllime dhe ideale të qarta? Kjo është vikendi i tretë apo i katërti me radhë që organizojnë këto protesta kundër protestave. Dhe këta me qenë se i kanë mekanizmat shtetëror në dispozicion dhe i organizojnë edhe më fuqishëm se protestat anti-qeveri. Nëse për shembull si mbas parashikimeve të ekspertëve që i përcjellin këto rrethana në Serbi, parashipet që rreth gjysmë milioni popullat do të jetë në rrugët e Serbisë në gjitha qytete me protestat që do të organizoje qeveria. Si kundërreagim, si rezistencë e protestave ato që thamë që po mbahen aq kohë të gjatë. Dhe kjo është një tendencë që ta minimizoje fuqinë e studentave, do të thotë protestuesve studenta, dhe mundohen që të paraqesin se në anën e studentëve janë një grup njerëzish, një grusht njerëzish që janë pak, që nuk përfaqësojnë popullatën shumicë në Serbi, madje mundohen të i paraqesin se nuk e prezantojnë, nuk e përfaqësojnë edhe numrin më të madh të studentëve gjitha universiteteve në Serbi, siç janë Novi Sadi, Beogradi dhe Nishi. Do thotë këtu është paralelë duke u zhvilluar edhe një luftë e ftohtë me plot konspiracione që njëra tjetër do thotë tash pushteti i Vučićit ka identifikuar një metodologji të re si do tentojë dhe si po mundohet ta zbehen fuqinë dhe ta ule intensitetin e protestave të studentëve. Do ja arri qëllimit? E pa parë deri tash. Do ja arri qëllimit për të zbehur frymën e protestuesve? Sipas gjitha gjasave mund edhe ta arrije për shkak se kjo kategori e njerëzve që arrin të imobilizoje Aleksandar Vučić të i hudhe në rrugë janë kryesisht punëtor, administratë e sektorit publik, siç janë administratat komunale, të ministrive të dëshme, doganat, policia, komuna, inspeksionet, madje edhe pensionerët, cilët janë një fuqi, një mekanizëm e Aleksandar Vučić që është numër i madh, mbi 1,5 milion që janë në Serbi, dhe për çudi prej kur është në pushtet Aleksandar Vučić 13 vitet e fundit, kategorinë e pensionistave e ka në një mënyrë si të favorizuar. Ata kujdeset veçanërisht për ta, i arrit shpesh, ja ngrit pensionet, ju jep benefite të ndryshme, lehtësime, për udhëtime, për kapela ose çekat, për blerjen e artikujve me çmime më të ulta, i dërgon në ujëra termike për shembull këto institucionet që janë për mjekim, çka atyve pensionerëve ju pëlqen, dhe ata janë tash shumë të ndëgjueshëm, për shkak se kanë
privilegje, kanë benefite nga pushteti aktual, dhe ata në çdo kohë kur i fton për protest, ata janë aty dhe krijojnë numerikisht krijojnë masivitet, krijojnë shumë dhe kjo i mjafton Aleksandar Vučićit që t'i paraqesin në mediat e veta se janë shumë më masovike se protestat, këto protestat kundër protestave. Do të thotë është një luftë speciale është të zhvilluar këtu, cilën sipas gjitha gjasave ashtu si e komentojnë mediat e pavarur dhe analistë të ndryshëm në Serbi, se një mekanizëm i cili mund edhe të shërbejë, mund edhe të jetë i suksesshëm në favor të Vučićit.